Po du me ditë nga rastet të cilat miresh me ta. Tash se sa vite gjatë muajit të Ramazanit, kur kanë kaluar rastet. A ke dallu ndryshimin e qasjes tyne, e pranimit të gjithë situatës që rrethon dhe po përballet gjatë muajit të Ramazanit? Po, Sar, për shembull, është e vërtet ai nervozizmi që na e quajtëm, që është ma shumë një irritim aty për aty i momentit, reagim ndaj një situate në trafik, domethënë një irritim i momentit, por për te ati irritimit, ajo që ka shohë të personat që agjerojnë, është një paqë që ndjejnë brenda vetës, një qetësi, dhe gjatë seancave kur diskutohen problemet të cilat i kemi diskutuar ndoshta edhe para Ramazanit, vrehet një qasje tjetër ndaj problemit. Për shembull, nëse kemi të bëjmë me një konflikt ndërpersonal, personi vetëm e sheh që ka zbut qasje ndaj personit tjetër edhe është bërë pak më i mëshirshëm dhe i qasë ndryshe problemit, konfliktit, nëse po flasim për një marrëdhënie në çift, për shembull, ku mundet me qenë kolma jo nervozizmi dhe ndoshta na herë edhe agresiviteti, kur personi është agjërueshëm, automatikisht ka një qasje tjetër, fillon edhe për shembull thotë po ja lo Zotit, kam vendos me marr më me qetësi, nashta edhe unë kom hinë gjëna, dhe më thonë, sikur ajo ndërgjegja ka fillu me fol, po thëmë kushtimisht, edhe personi është bo ma i mëshirshëm, ma i qetë, ma në paqe, tenton me gjetë një paqe me vetën, edhe përkundër situatave në cilat ata kalojnë.